Besoj ne do futem me njerë tek kandidatët për Tiranën, se janë shumë interesant dhe nga ato që momente klipi që unë kam përzgjedhur, po kjo që po ndodh, sepse është një periudhë ku mendua që politika po prevalonte ndaj SPAK-ut. Mendon që kjo është një përgjigje e SPAK-ut ndaj politikës? Tani ka 3-4 elemente të cilët janë shumë të rëndësishëm për të evidentuar në aksionin e sot. E para, mendoj që SPAK-u sot plotësoi një pritshmëri të publikut, i cili në atë institucionin e gojdhënave apo diskutimeve nëpër tavolina, nëpër mediume, kudo, kishin gjithmonë një rezervë që është më e rëndësishme sekuestrimi dhe konfiskimi i pasurive dhe parave të pista se sa ndonjëherë arrestimi. Dhe mendoj që SPAK-u ka treguar që është në sinkron dhe gjithmonë në kohën dhe vendin e duhur. E dyta, me këtë aksion SPAK-u ka detyruar PD-n automatikisht që dali nesër në konferencë shtypi dhe të kërkoj falje që një vit rresht ka thënë që në zyrat e SPAK-ut hedh balle dhe piraki Altin Troplini dhe Gysa Gaz. Pra doli që Altini sekuestroi pronat e Gysit. Pra ra gjithë kjo alibia që Altini apo SPAK-u janë nën kontrollin e Gysit. E treta, do të thoja që kjo është një ngarkesë e madhe dhe një faturë e radhës e socialistëve, e qeverisë, e cila nuk mundet të marrë atë barë përsipër dhe gjithë atë ngarkesë politike prej disa vitesh, ku propaganda thonë që kemi sistemin më të sigurt të IT-s, sistemin më të sigurt kompjuterik, kemi hedhur miliona euro tenderime apo siguri kompjuterike etj, rrjete, tregon që parat janë hedhur dhe ne kemi pasur një sistem të pasigurt. E pesta, ajo që ndjem keqardhje dhe jemi pothuajse të gjithë në unison edhe me miq në panel, është për të ardhur keq që çfarë ndikimi kanë në pushtetin politik bota e biznesit dhe kjo kategori. Është shumë e çuditshme se sa tani ai bashkon vetëm paraja, sikur ti bashkonte vetëm paraja, mendoj që do ishte gjysma e të keqes. Është pak cinizëm i hidhur për ta thënë, por unë kam një lloj ndjesie që përveç paras i lidhin dhe më shumë gjëra, ka një lloj afeksioni për njëri tjetrin. E kjo